Përshëndetje të nderuar shikues. Qeveria e Kosovës miratoi nismën për marrëveshje kornizë të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci theksoi se përmes kësaj marrëveshje SBA-t do të mbështesin edhe antarësimin e Kosovës në NATO, teksa theksoi se po vazhdojnë diskutimet që edhe NATO të njohë mandatin e ri të FSK-s. Ai po ashtu tha se do të respektohet zotimi vitit 2023 për të mos e dislokuar FSK në veri pa koordinim paraprak me KFOR-in, por theksoi se nuk pajtohen me këto kufizime. Marrëveshja adreson gjithashtu çështjen e kapaciteteve ajrore, për ndërtimit të flotës helikopterëve, që është një kapacitet që është planifikuar të ngritet në forcën e sigurisë Kosovës. Gjithashtu për këtë çështje kemi pasur takime të rëndësishme gjatë vizitës që kemi pasur së bashku me komandantin e FSK-s në Washington. Kemi qenë direkt në fabrikën për prodhimin e helikopterëve Black Hawk, ku kemi diskutuar edhe çështjet e detajuara rreth këtyre helikopterëve dhe mundësive procedurale për blerjen e tyre. Ne kemi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen të këtyre helikopterëve, siç kemi edhe mbështetjen për blerjen e shumë sistemeve tjera që do t'i kemi në forcën e sigurisë së Kosovës në kuadër të fazës së tretë të tranzicionit. Gjithashtu edhe për Javelin, ne jemi duke ekzekutuar tashmë pagesat për sistemin kundër tank Javelin. Do të kemi në kohë në forcën e sigurisë së Kosovës bazuar në planet për furnizim e to. Ne jemi duke bërë përpjekje që një sasi ta kemi qysh këtë vit, edhe pse kam theksuar edhe në intervista të ndryshme, ushtria e Kosovës nuk është që ka mungesë të kapaciteteve kundër tank, sepse kemi blerë edhe më herët. Ne po vazhdojmë të kemi konfirmim që ushtria amerikane do të jetë prezent në kuadër të KFOR-it. Përveç prezencës ushtarake amerikane në kuadër të KFOR-it, ne jemi të interesuar dhe po vazhdojmë që të diskutojmë pikërisht me SBA-t për prezencë ushtarake amerikane dhe jashtë mandatit të KFOR-it, pra në aspektin bilateral, duke qenë pjesë e aktiviteteve të përbashkëta me forcën e sigurisë së Kosovës në Republikën e Kosovës. Pra në dy drejtime jemi duke diskutuar prezencën ushtarake amerikane. Një që ndërlidhet me vendimarrjen e vetë tyre për të vazhduar të jetë pjesë e KFOR-it, dhe e dyta përmes bashkëpunimit që kemi në aspektin bilateral, duke edhe në mundësi vetës, por edhe SBA-ve që të kemë prezencë në Republikën e Kosovës si në aspektin e trajnimeve, por edhe ashtu shfrytëzimit të hapësirave tona për qëllime të përbashkëta. Shpesh është keq interpretuar edhe një letër që kam dërguar pikërisht për komandantin e KFOR-it. Asnjëherë nuk kam bërë rizotim dhe ministri i Mbrojtjes nuk bën rizotim të një letre e cila është bërë si zotim nga një kryeministër për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Ne kemi vazhduar që të theksojmë gjithmonë që do të respektojmë zotimin e vitit 2013, pavarësisht që ne nuk pajtohemi asesi me kufizimet që ka për veprim forca e sigurisë së Kosovës në veri të vendit pa koordinim paraprak me KFOR-in, mirë po do të vazhdojmë të respektojmë këtë zotim, duke koordinuar gjithmonë paraprakisht me KFOR-in para se të dërgojmë trupa eventualisht në pjesën veriore. Ne do të vazhdojmë që të diskutojmë me partnerët tonë në NATO që edhe NATO si institucion në të ardhmen e afërt të njohë mandatin e ri të forcës së sigurisë së Kosovës. Çka është për të theksuar këtu është fakti që në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, NATO ka një mision të veçantë që kryen përmes një ekipi që quhet ekipi ndërlidhës dhe këshillues i NATO-s. Bashkësia ndërkombëtare i kërkon Kosovës kompromise me Serbinë për të zgjidhur të gjitha çështjet e hapura politike dhe të sigurisë, gjë që u ritheksua edhe nga sekretari i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës në Kosovë. Për njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Lutfi Bilali, deklaratat për kompromise Kosovë-Serbi përbëjnë trysni mbi palët për vazhdimin e procesit të dialogut në Bruksel dhe zbatimin e marrëveshjeve. Dalimi pikërisht tek kërkesa e zotit Rutte, ajo që tha se Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë kompromise të duhura. Për çfarë kompromise mund të bëhet fjalë? Po në vorbën e gjitha këtyre problematikave, dhe më të them në një geostrategji politike, një geopolitik jashtëzakonisht me një tempo dhe ritëm që po ndryshon botën,
Mendoj që edhe fjala ose deklaratat e tilla të Ruthës, sekretarit përgjithshëm të NATO-s, dhe kërkesa e tij që në dialogimin dhe në, mund të them, ata hapa që do të vinë së shpejti, mendon që një kompromis ose mund të them drejtën një evolim rreth këtyre bisedime dhe të vënohet ato konturat, mund të them, që i paraprin një finale, një përfundimi. Në këtë drejtim mendoj që edhe mesazhi i tij ka qenë që më tepër politik, sepse ajo është kuptohet edhe si sekretari i përgjithshëm, do thotë është i asaj çka i takon si aspektit edhe politik dhe jo vetëm ushtarak, nga se niveli i tillë do thotë mund të them si një sekretari i përgjithshëm i organizatës më të fortë, më të fuqishme sot në botë, e cila thon drejtën i ka edhe problematikat e veta në të gjitha këto kontura të ndryshimeve, sidomos në atë çka është duke ndodhur sot rreth konflikteve dhe luftrave, sidomos ajo në Ukrainë, dhe mendoj që në këtë aspekt deklarimi i tij për një proces dhe një kompromis, siç e quan ai, është kërkesa ndërkombëtarëve që në të ardhmen mund të kërkohet nga të dy palët, dhe mendoj që deklaratat e tilla kanë konotacione që kërkojnë një shtytje për një proces të ardhshëm që me siguri do të jetë në tavolinë, mund të them, në të ardhmen afërt. Mund të jetë në fokus krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe për faktin që bashkësia ndërkombëtare me ngolën po e kërkon këtë? Po bashkësia ndërkombëtare këtë kërkesë mund të them nuk është diçka e re, por kërkon bukur një kohë të gjatë, që nga procesi mund të them i fillimit të këtyre bisedimeve ose mund të them negociatave të qysh në 2013-2015, por me aneksin e orit mendoj që bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar, mund të them, jo ndoshta në formën më të drejtë të mundshme, mirë po kërkesa e tyre ka qenë që ata dëshirojnë që me Serbinë në disa aspekte të krijojnë një raport të tillë që në Kosovë, të them drejtën, të krijohet një mundësi e tillë që ta kenë një trup, një organizim të tillë që është asociacioni që më të vërtet do të jetë brenga ardhshme, mund të them, ose një farë mënyrë edhe kanceri i Kosovës, por mendoj që ndërkombëtarët në këtë drejtim duket se tani kanë hyrë në atë fazën finale që kërkojnë që ky proces i tillë dhe dërgimi i statutit në draft statutit, në kushtetuese, duhet të jetë ajo që qeveria, kushdo që jetë një qeveri e ardhshme nesër në Kosovë, duhet këtë proces ta shtyjë përpara, dhe mendoj që presioni do të jetë bukur i madh në këtë drejtim, dhe mendoj që nuk jemi në situatën as më të mirë të mundshme. Ka njësur i numrimi 1631 flet votimeve të pavlefshme nga votimi me post, si pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Edhe një muaj pas zgjedhjeve të nënshkurtit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në proces numrimi votash. Aktualisht në qendrën e numrimit të drejtë rezultateve, por i numrohen mbi 1608 votime të pavlefshme nga votimi me post. Zot Rikol, që si shpëshjet me këtë dinamikë të procesit pas zgjedhor, po vazhdon sërish rinumrimi votave, sa do të mund të zgjasë kjo periudhë, do thotë kemi parasysh edhe ankesa që janë paraqitur edhe në Gjykatë Supreme, dhe kur do të mund të kemi në fakt një rezultat, apo zvarritet ky proces? Duke pas parasysh faktin që në legislaturën e 8 të Kuvendit të Republikës së Kosovës vetë është miratuar ajo reforma zgjedhore, përmes reformës zgjedhore është prit që secila vonesë të evitohet e mos ketë probleme të ngjashme siç ka pasur në përzgjedhjet e kaluara, mirë po realisht ajo reformë e cila veç është proklamuar, ajo realisht nuk është zbatuar në praktikë plotësisht, për arsye të cilat vetë i dim dhe të problemeve të ndryshme të cilat kemi hasur gjatë procesit të numrimit të votave, gjithashtu më mirë themi procesit të shpalljes rezultateve zyrtare të zgjedhjeve. Dinamika e cila po e shoqëron
procesin e numërimit të votave nuk është që është një dinamikë e kënaqshme, për arsye që pritshmëritë kanë qenë që kjo dinamikë të përshpejtohet e që rezultatet i kemi sa më shpejt që t'jetë e mundur. Realisht duhet që të kemi parasysh që secila vënesë në shpalljen e rezultateve zyrtare të zgjedhjeve na dërgon deri në vënesën e formimit të institucioneve të reja që vënesë kjo e cila e dëmton ashtu funksionimin demokratik fillimisht të kuvendit e mandej të institucioneve tjera, andaj duhet po ashtu që edhe të kemi parasysh edhe faktin që secili rezultat zgjedhor që të dalë të jetë i planuar nga secila parti politike dhe secila parti e subjekt politik e gjithashtu edhe kandidatët të cilët kanë qenë në listë për deputet, secili prej tyre ta pranojë rezultatin zgjedhor dhe të ketë mundësinë që të ankohet për secilën padrejtësi për të cilën ai ose subjekti politik pretendon që jo është bërë. Janë kaluar afatet e arsyeshme, do duhet që në ditën e parë të zgjedhjeve, domethënë pas përfundimit të orës së fundit zgjedhore, dikun deri në mesnatë mas largut zakonisht ka pasur mundësi që të shpallen rezultatet preliminare. Ndodhe ai defekti teknik për cilin ende nuk kemi sqarime të mjaftuara dhe transparencë prej nga erdhi kush e shkaktoi dhe çfarë pasoja solli. Dhe pastaj gjitha këto zvarritje të cilat patjetër që ndikojnë në disponimin e qytetarëve në validitetin dhe integritetin e procesit zgjedhor dhe në sidomos në vonesën në themelim të kuvendit, pra në konstituim të tij dhe të organeve tjera ekzekutive dhe të tjera, pra qeverisë kështu me radhë. Po, kur sipas jush mund të kemi certifikim me këtë dinamikë që po shkon situata aktualisht? Varësisht nga dinamika e ankimimeve, ne nuk e dim se sa është çështje personale dhe politike partijake, subjekte politike dhe kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës, se sa janë në proces ankimimi të PZAP-i në shkallën e parë dhe sa janë në proces ankimimi të Gjykata Supreme në shkallën e dytë. Varësisht prej këtyre, siç po e shihni ju e përmendën pyetjen e juaj që tani më kemi edhe një numër tjetër të kutive të votimit që duhet të rishiqohen me vendim qoftë Komisioni Qendror Zgjedhor, qoftë të PZAP-it, prandaj qoftë edhe të organeve hetimore, të cilat nuk numërojnë, por hetojnë aty dhe mandej veprojnë, pra varet nga dinamika e ankesave të subjekte politike dhe të kandidatëve për deputet të Kuvendit. Ka gjatë sa të bëhet certifikimi me 18 mars, siç ka paraportuar KQZ-ja më herët apo pak më vonë? Jo, më vonë duhet të jetë për arsye se KQZ-ja në asnjë dinamikë dhe në asnjë dimension nuk ka arritur deri tani të mbaj, t'ja qëlloj faktikisht afatet dhe të mbaj afatet, kështu që varet përsëri nga dinamika e ankimimeve. Nëse do të ketë ankesa siç janë paralajmëruar edhe nga deputet, edhe nga subjekte politike, qoftë për votimin këtu në vend, qoftë në diaspora, atëherë mund të kalohet data përmend. Nëse jo, sigurisht që merren vesh Komisioni Qendror Zgjedhor me PZAP-in dhe me Gjykatën Supreme, nëse nuk kanë ata në trajtim ndonjë ankesë, atëherë këta janë të lirë që të shpallin rezultatin përfundimtar, pra KQZ, dhe ta bëjnë certifikimin e rezultatit. Ish diplomati Blerim Canaj thekson se barikadimet e partive politike rreth postit të kryeministrit mund të lexohen dhe si një shprehje mungesës gatishmërisë për të formuar qeverinë e re, por ai thekson se në këtë situatë përjashtohet mundësia për një qeveri teknike. Zotri Canaj marr parasysh edhe qëndrimin e partisë fituese, themi partisë parë lëvizjes vetëvendosje, që nuk ka bërë ende asnjë lëvizje për ndonjë koalicion të mundshëm, por edhe qëndrimin e partive opozitare. A është kjo një farë shmangje drejt përgjithësisë për çka i pret? Shiqoni, po, unë nga njëherë kam përshtypjen Albin Kurti a dëshiron që t'i ikë tërësisht përgjithësisë në kuptimin e asaj që nuk dëshiron fare që ta marrë pushtetin, apo dëshiron që ta ndaj disi atëfar përgjithësie.
përgjegjësinë dhe fajin, natyrisht, për shkak se tashtin e dim që i kemi një zotim në Bruxelles, e dim që i kemi një aneks të orit, por e dim gjithashtu që e kemi një Donald Trump i cili me Grenell e ka pas ndërmjetësuar një marrëveshje apo një zotim të Washingtonit. Dhe edhe kur ti e di që nuk do t'jetë e lehtë për të, shembulli më i mirë ishte takimi Trump-Zelenski, do thotë se sa jo konvencional është ai, dhe për këtë arsye pastaj flasim ne për një farë doze të frikës nga të gjithë. Po flas për të gjithë udhëhecit që ju kanë prirë listave në zgjedhje. Andaj edhe Albin Kurti kam përshtypjen është në të njëjtën situatë përkundër faktit apo përpjekjes së tij që ta paraqes si pritje deri në certifikim të rezultateve me pretendimin që ndoshta do e marrë një deputet. Por edhe nëse e merr, e që nuk do ta merr, edhe ai s'ka se si i ndihmon. Megjithatë një qeveri duhet krijohet, si e shihni ju qeverinë ardhshme? T'ju them të drejtën, nga qëndrimet që i mbajnë liderët e partive, por përkatësisht udhëhecësit e listave, të krijohet përshtypje që sikur këta dëshirojnë që të futen në një ngërç politik, në një rënal. Në anën tjetër e kemi tendencën për ngritje të çmimit, do thotë partive. Por varianti i fundit mund të jetë edhe një qeveri teknike, do të thotë qeveri e ndërtuar prej ekspertëve, e cila nuk është e panjohur në botë. Por pa qeveri nuk e besoj që do të mbesim. Por ka rrezik që pastaj disa muaj të mund të mbesim, për shkak se gjithë e dim që në fakt partia fituese me kushtetu duhet ta propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit. Dhe nëse nuk e propozon, atëherë ku na çon kjo. Do thotë ka arsye që të mendojmë që futemi në ngërç, ka arsye që të mendojmë që secila parti dëshiron t'ia ngrisë vlerën vetës, dhe ka arsye prapë edhe që të mendojmë që thjesht të gjitha partitë kanë atë dozën e frikës për atë se çka i pret. E ajo çka i pret është e panjohur. Tarifat e reja të SBA-s mund të sjellin një ndryshim të madh në pejsazhin ekonomik të Kosovës, veçanërisht për bizneset vendase. Njohës të ekonomisë vlerësojnë se këto tarifa mund të ndikojnë në një rritje të ndjeshme të kostove të importit, qoftë për lëndët e para që përdoren për prodhim, apo edhe për produkte të gatshme që janë thelbësore për tregun lokal. Duhet edhe ekonomia kosovare të përgatitet për ballafaqim me këto sfida të reja. Është e vërtetë që këto tarifa do të kenë efekte direkte, indirekte dhe perifere, dhe nëse dikush mendon që ekonomia kosovare nuk do të jetë e goditur nga këto tarifa, qoftë përballë ekonomisë kineze, qoftë përballë ekonomisë të Kanadës, të Australisë apo të Evropës, e ka të gabuar. Vetë fakti që jemi një shtet i varur nga importi, kemi mundësi që import të jenë shumë më të larta, vetë fakti që një pjesë dërmuese e këtyre tarifave do të jenë të orientuara në lanë të parë, dhe ajo lanë e parë do të finalizohet dikun si produkt final, do të jetë e dyta, dhe tëra kjo vërtet duhet të motivoj apo ta zgjoj nga gjumi qeverinë e Kosovës pas zgjedhjeve që për ekonomi të bëjmë më tepër se sa vetëm politik, duhet të jetë përkrah sektorit privat, duhet të jetë përkrah prodhimit vendor, një prodhim vendor që orientohet në resurse edhe humane për natyrore vendore, dhe vetëm atëherë mund të jetë një mekanizëm që i parandalon efektet negative këtyre masave. Prandaj duhet vërtet të pranohet ky realitet, por efekti do të ketë dhe definitivisht ne do të kemi rritje të importeve nga jashtë në vlerën financiare, për në aspektin sasior do të jenë shumë të vogla, do të ketë kurrje, sepse kjo është reflektimi i tarifave dhe ngritjes së çmimeve, qoftë prodhime finale, qoftë landës së parë. Goditjen më të madhe do ta ketë qytetari i Kosovës, por nuk do të jetë anashkaluar dhe sektori privat, në veçanti ai prodhues, ku do thotë për prodhime të ndryshme është e nevojshme importi i landës së parë. Ne do të importojna me tarifat e njëjta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
por atje mund të ketë ndikim në rritjen e vetë produkteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, do ta kuptojmë se politika e Trumpit, presidentit, është një politikë globale, është një politikë ekonomike, është një luftë ekonomike me botën. Ajo po don që Amerikën ta fuqizon ekonomikisht. Siç është shpreh vet ai, lufta ime nuk është me raketa, është me ekonomi, me biznes. Dhe kjo do të ndikoj në një formë apo tjetrën në tërë globin për shkak se është fuqia vetme dhe më e madhja ekonomike ushtarake në botë dhe kjo mund të ndryshon balancat tregtare në tërë vendet e ndryshme të botës. Me njëherë qeveria e re të merr vendim që të liron krejt importet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa taksa doganore, duke përfshirë këto lëndën e parë, produktet e gatshme, automjetet, vetura, makina dhe tekstil dhe të gjitha këto. Kjo do të ishte një ofertë joshse edhe pse e vogël, por joshse për administratën Trump. Kjo do të ishte që vetë administrata Trump të mendon se çka duhet të bëj për Kosovën në mënyrë që edhe ai të jep privilegje për Kosovën. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kosovën si partner, edhe pse të vogël, por të qëndrueshëm. Dhe qëndrueshmëria e partneritetit mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet të jetë në politika joshse të qeverisë së re në cila do duhet të jetë një qeveri që është bashkëpunuese me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Shtëpinë e Bardhë. Inspektorati i trashëgimisë kulturore ka ndaluar punimet e nisura të hënë në sheshin George Bush në kryeqytet pas raportimeve në media se projekti 18.4 milion euro i komunës së Prishtinës për sheshin është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Pas dite plakatës së projektit i është vendosur njoftimi për ndalim të punimeve. Ligji për trashëgimin kulturore i miratuar qysh më 2006 përcakton se për çdo intervenim në pronat e trashëgimisë kulturore ose ato afër tyre, kërkohet pëlqim ose leje nga institucioni kompetent. Në këtë rast, institucioni kompetent është Instituti i Kosovës për trashëgimi kulturore. Komuna nuk e ka sjellë këtë projekt për miratim të ne, pavarësisht se projekti kufizohet me 4 monumente, kanë thënë në Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Vendimi për blokimin e punimeve në sheshin George Bush, eksperti i trashëgimisë kulturore Enver Rexhaj e quan të dëmshëm për kryeqytetin. Sipas tij, ndërtimi i këtij sheshi nuk i dëmton monumentet kulturore, përkundrazi e modernizon hapësirën publike në kryeqytet. Jo, nuk dëmtohet. Unë kam qenë pjesë e hartimit të aktit ligjor për trashëgimi, edhe të akteve nënligjore rregullore, ma pas edhe udhëzime administrative kam përvojë edhe në legjislacion të trashëgimisë kulturore. Ne në atë kohë, edhe me ekspert ndërkombëtar, për thëmë qëllimisht këtë për qytetarin me kuptu, s'po më interesojnë partitë politike se janë me inate ka shtyhen, kam të drejtë me thonë këtë mendim, sepse për shoh që po lëvizin me inate, edhe me tendenca. Ne, kur kemi punu edhe me ekspert ndërkombëtar, profesor doktor eminent në fusha si në Angli, në Francë, në Suedi, në Gjermani, mos flasë edhe ekspertët tonë shumis, kemi pas vendos që në monumentet e trashëgimisë arkitekturore, sot është në ligj, kur kemi ndërtime afër mund të shkon ai perimetri prej 0 deri në 50 metra për trashëgimi arkitekturore, për ndërtesa objekte në këtë rast që kemi këtu, dhe për arkeologji deri në 100 metra, një perimetr apo radios. Kjo ka dalë me qëllimin më të mirë që kur të kemi të bëjmë me monumentet ta mbrojmë. Por në këto raste janë komisionet brenda institucione, tash Instituti i Kosovës për mbrojtje të monumenteve merret me trashëgimin arkitekturore që kem rastin në fjalë, ka të drejtë me bë vlerësimin prej 0 me shku. Domethënë me gjashtë popullore e me leju zhvillimin e qytetit. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar, kryeministri Albin Kurti tha se pas më shumë se 17 vjetëve, kosovarët
që jetojnë në Gjermani nuk do të regjistrohen më si shtetas serb. A ju bëri thirrje të gjithë bashkëdhetarëve që të korrigjojnë regjistrimin e shtetësisë në dokumentet e tyre. Ky ndryshim ka hyrë fuqi në të gjitha landet gjermane dhe mbi 5200 qendra të regjistrit civil. Andaj, bashkëdhetarëve tanë në Gjermani u bëjmë thirrje që të verifikojnë dhe nëse nuk është e nevojshme edhe të korrigjojnë regjistrimin e shtetësisë në dokumente, tha Kurti. Informacionet më të reja mund t'i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Miru pafshim.